Në anën racionale, deklarata që bën Vučići Goxhaj për faktin që Aleanca Kroaci-Shqipëri-Kosovë ka tronditur, është pjesë e retorikës apo ka një gjë të qëndrueshme? Ai e ka marrë seriozisht lloj koalicioni që kemi për ne. Si thash, nuk besoj që ka tronditur për arsye se çfarëdo aleancë që bën neve, ushtrit tona, pra si e Kosovës, si e Shqipërisë, si e Kroacisë, nuk kanë bërë ndonjë lëvizje në aspektin e modernizimit në krahasim me ushtrinë serbe. Dhe në aspektin e përgatitjes luftarake në krahasim me ushtrinë serbe. Pra neve qëndrojmë akoma shumë mbrapa. Edhe stërvitja e fundit Defender 25 që u bë këtu nuk ishte në nivelin e asaj lufte që po zhvillohet në Ukrainë. Pra ishte komplet një stërvitje totalisht e dështuar e bërë në aspektet e stërvitjeve të mëparshme dhe jo bazuar mbi luftrat e ardhshme të cilat aktualisht po zhvillohen në terren. Po pra. Dhe kjo ai e ka shfrytzuar këtë situatë, pavarësisht se po bën retorik dhe e ka shfrytzuar për arsye se në bazë të kësaj ai arriti të bënte një marrëveshje me Hungarinë. Pra një marrëveshje të njëjtë Vučići bëri me Hungarinë dhe aktualisht kërkon të fusi në këtë marrëveshje. Pra ai thotë që neve duam të fusim Bullgarinë dhe është e vërtetë që kemi kërkuar disa herë Sofis që të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje, ndërsa Vučići është disa herë që i kërkon Slovakisë që të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje. Dhe kjo unë mendoj që është gabim i madh për arsye se arriti, pra një vend si Serbia, e cila nuk është pjesë anëtare e NATO-s, arriti të bëjë një marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak me një vend të NATO-s. Dhe kjo është një thyrje që i ka bërë rajonit dhe kësaj pjese të NATO-s. Po dhe ne kemi bërë marrëveshje me Kosovën që nuk është një vend i NATO-s. Po është de facto në NATO, është vend që mbrohet nga NATO, është nën mbrojtjen e NATO-s me rezolut të OKB-s, kurse Serbia nuk është askund, pra me rezolut të OKB-s Serbia është kundërshtare e NATO-s. Në këtë botë pa rregulla që jetojmë, në këtë botë në të rregullat improvizohen, argënohen, qepen. Unë mendoj që aktualisht nuk jemi në një botë pa rregulla, pra ne të tjerët të vegjëlit të vazhdojmë, ne jemi detyruar të zbatojmë rregullat që kanë vënë 18, të mëdhenjt janë duke shkelur disa rregulla, jo të gjitha, po janë duke shkelur disa rregulla për të bërë një barazim politik në aspektin që deri më sot e gjithë Evropa, gjithë Perëndimi akuzonte Rusinë si sulmuesi pa, jo një sekond ta mbaroj. Po, akuzonte Rusinë si që sulmoi Ukrainën në mënyrë të pa provokuar. Aktualisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmuan në mënyrë të provokuar dhe arritëm të bëjmë këtë barazimin dhe besoj që ky barazim është lojë e këtyre të mëdheve për t'i barazuar palët dhe pastaj të vendosim këto rregullat e reja të cilat duan t'i vendosin. Pra rregullat janë për çunat e lagjës. Absolutisht. Për ne. Neve jemi detyruar të zbatojmë rregullat, nuk dalim dot jashtë tyre. Çunat e lagjës e shpikat për bosët, siç i tha ai për bosët, pra. Për bosët. Okej. Bosët janë jashtë rregullat. Këtë dua të vazhdoj si koncept. Tani, jemi ne në vëmendjen e këtyre bobave të mëdhej, domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatëve strategjik që quajmë ne, pra të cilët të thonë Ballkanit janë ndarë kështu si janë ndarë, nuk ka më rikonceptim, sepse gjithë kjo simpati ose gjithë ky bashkëpunim në distancë që po krijohet ndërmjet Trumpit dhe Putinit ndryshon algoritmi, sepse Trumpi gjithsesi nuk është siç tha Misha, nuk ka simpati me Vučićin, po ama me Serbinë, apo me Dodikun, apo jo? Po Dodiku se që po bën edhe po flirton ama me një pjesëtar të administratës së Trumpit, mos gaboj edhe ai Milodrag, si quhet Milodrag Blagojević, që është me nacionalitet serb dhe është në administratën e di më saktë Krisafi, një sekond. Dje me Dodiku. Rod Blagojević ka qenë guvernatori mos gaboj Illinoisit, pastaj futu burg për çështje korrupsioni dhe tani është i afërt me qarqet e Trumpit, por ka përshtypjen që Dodik është afruar me të për të hequr non gratën. Pra ka të njëjtën hall siç ka njëri në Shqipëri.